Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot kam sjellë recetën një drekë apo dorke të shpejt me speca të bushur në një përgatitje shumë thjeshtë, bën shumë të mira. Besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Fillimisht përgatisim mbushjen e specave. Në një tigan shtoj një qep mesatare, cilën e kam coptu në copsa të vogla. Kam coptu kështu më herët për arsye kohe. Dhe i shtoj vaj, dikun 4-5 lugë gjelle. Dhe në temperaturë mesatare do e fërgoj qepën derisa ajo të zbutet mirë. Kam fërguar qepët mirë, tash ja shtoj një gotë e gjysmë të çajit me orez, cilin e kam pastruar, kam larë dhe e kam pullu. Tash e fërgojna kështu orizin me qepën dikun rreth 10 minuta duke e përzier vazhdimisht. Kam fërguar mosën mirë, tash ja shtoj 300 gram me mish të bluar. E fërgoj kështu mishin dhe orizin derisa mishi të largohet ngjyra e kuqe. Kam fërguar derisa është larguar ngjyra e kuqe e mishit. Tash ja shtoj 2 domate, cilat i kam coptu në copsa mesatare. Një lugë të mesme me veget, një lugë gjelle me biber të kuq dhe mosën e fërgojna për 5 minuta. Dhe në fund mosës ja shtojna gjysmë kube me magdanos, cilin e kam coptu në copsa të vogla. Dhe mosën e fërgojmë rreth 1 minuti. Dhe horgja apo mbushja e specave në gati që të largohet nga zjarri. Nuk nevojitet një kohë e gjatë, e përgjith shumë pak e largohet. Mbushja është gati, morit speca doma dhe ju largojmë këtë pjesën e sipërme dhe ja largojmë farat. Mundohem që farat ja largoj mirë. Pjesa e sipërme nuk i hidhet, përsëri ja vendosim. Dhe në këtë mënyrë ju largoj të gjithave farat, më fillim pjesën e sipërme, më pas farat. Këto mosa janë përshtatshme për 6 persona, qofse përgatitni më shumë, vetëm se dyfyshoni mosat e hartë. Bëjna mbushjen, specat ju largoj kështu, i kam vendosur specat në tavë, ja largoj pjesën e sipërme dhe më bëj mbushjen. Mundohem që t'i mbushi mirë specat. Ja vendosi pjesën e sipërme. Këtë mënyrë bëjmë mbushjen e gjithë specave. Kam mbush gjithë specat, tash marr një paketim kështu, i cili është apostapat për specat mbushur dhe sarme.
dhe shtoj tek uji. Këtu kam 400 ml me ujë të dhakët. E shtoj gjithë paketimin. Marr një piron dhe përzit masën mirë. Dhe masën apo salcën e përgatitur e shtoj kështu në tepsi. Marr një letër për pjekje dhe lati me ujë dhe ju vendosi sipër. Skajet e letrës si fos kështu në tepsi. Ndohen nga gjitha anët i vendosi në tepsi. Dhe tavën do e pjekin temperaturë 220 gradë për 1 orë 20 minuta. Kontrolloni vazhdimisht sa është pjekur mirë brendësia e specave dhe janë pjekur apo zbutur mirë specat. Pa largu nga furra, e loqit ftohet pak dhe do jetë gati për konsumim. Pasi tava është ftohur pak, ja largojna letrën për pjekje. Ta largojna një spec të mbushur nga tava. Vërtet ka dalë shumë mirë. Është formu dhe një salcë shumë e sheshme. Ja dhe si duket brendësia. Besoj si ju ka pëlqyer motra dashura se si përgatis unë specat mbushur. Gjithjo që përgatisni në këtë mënyrë ju bëfshin mirë. Ju falimderit një kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komente bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.